Paraqitja zhgënjyese e Vllaznisë në gjysmëfinalen e kthimit ndaj Dinamos, teksa u poshtë 4-3 në Elbasan Arena, solli eliminimin e kuqebluve nga Kupa e Shqipërisë. Natyrisht, kjo performancë nuk ka kaluar pa u vënë re edhe nga specialistët e futbollit. Ish futbollisti dhe trajneri i moshave Arbër Shqytani ndjen keqardhje për humbjen e Vllaznisë dhe dalje nga objektivi për të fituar të dy trofet e sezonit. Sigurisht që futbolli është lojë gabimesh, por një fazë të tillë finale, siç është fundi i kampionatit apo gjysmëfinale e kupës, sigurisht që numri i madh i gabimeve të bën që ti mos të arrish aty ku e ke objektivin, ku besoj se një ndër objektivat e Vllaznisë do të ishte edhe fitimi i kupës. Por gjithsesi në harkun e sezonit mendoj se Vllaznia është një ekip i cili i ka tregu vlerat e saj, potencialin si ka. Shqytani ka besim se kuqeblu do të dinë të ruajnë pozicionin e tyre në kampionat edhe ndaj Laçit që luan për mbijetesë. Në një farë mënyre, ose mund ta themi kështu, për Laçin është jetë vdekje, biles edhe mund mos jetë edhe mjaftueshme fitoria, por gjykoj se Vllaznia për asnjë moment nuk ka luksin të vend diskutim vendin e dytë, duke pas parasysh avantazhin që t'jep te pjesa finale e kampionatit. Kështu që gjykoj se Vllaznia aq më tepër mas skualifikimit nga kupa duhet reflektojnë, edhe sigurisht që mendimi im është që do të bëjnë maksimumin për të fituar meshin dhe unë e shoh shumë të avantazhuar në raport me Laçin. Vllaznia do të mbyll sezonin e rregullt ndaj Kurbinasve në Loro Boriçi, ndeshje e cila luhet të dielën në orën 15:30.